kanë elemente sigurie. Kanë punojës që janë të detyruar të bëjnë kontrole, aq sa ata mund të kontrollojnë dhe aq sa kanë ato njohuritë e duhura për të bërë kontroll, mekanizmat ekzistojnë dhe janë aty, janë pothuajse ato makineri që bëjnë kontroll ose bëjnë atë sinjalizimin në rast se ka një send të dyshuar për arma, po diçka që nuk është send i ligjshëm. Ekziston siguria, por ajo çfarë unë kuptoj nga kjo ngjarje nuk është se kemi të bëjmë me mosveprim e punojësve të sigurisë. Por çfarë kemi? Kemi të bëjmë me një organizim i mirë menduar nga personat të cilët kanë vajtur edhe kanë arritur objektivin. Çfarë do të thotë objektivi dhe personat të cilët kanë arritur objektivin? Në rast që ne referohemi ngjarjes që personat kanë lajmëruar disa herë mediat dhe disa herë kanë bërë deklarata thyese ndaj gjyqësorit dhe ndaj palës kundërshtare, aty ju do kuptoni dhe bashkërisht do kuptojmë që personat nuk janë një. Pra nuk është ai i cili e bëri, janë disa. Që do të thotë, aty kanë marrë pjesë një mori njerëzish, pra 10-15 veta, dhe nga kontrolli që bëhet në hyrje të gjykatës, është e vështirë të kontrollosh të gjithë personat. Po si më futën brenda Edhe një. Pra, siguria ekziston, por kontrolli nuk mund të bëjë një person për 20 veta që futen në të njëjtën kohë në gjykatë. Pra, çfarë do të thotë? Do të thotë prit në radhë derisa të vi radha jote të futesh brenda? Nuk mund të bëhet kjo gjë. Por ajo çfarë mund të bënte? Po, në rast se shteti shqiptar nëpërmjet pushtetit ekzekutiv do të garantonte pushtetin gjyqësor që të jepte atij jo vetëm para, po të jepte atij dhe mjetet e duhura për të mbrojtur jo vetëm gjyqtarët, por edhe qytetarët dhe palët që janë në proces dhe avokatët në proces, atëherë ne do të kishim sot një goditje të sistemit zero, po duke mos pasur asnjë reagim të pushtetit ekzekutiv për të dhënë tek pushteti gjyqësor mjetet e sigurisë, prandaj ne sot debatin duhet të shkojmë ta bëjmë qëllimisht tek siguria. Jo, sepse loja e pushtetit kush është? Ministrja e Brendshme tha, faj nuk e kemi ne. Kryeministri tha, faj nuk e kemi ne. Po mirë, kur ju nuk e paskeni faj, ju nuk jeni në dieni që për shkak të kriminalitetit dikush mund të marrë një armë edhe të vrasë këdo në çdo vend edhe sido? Pra, nuk mund të themi sot që fajin e paska roja e hyrjes së gjykatës sepse nuk krijoi kushtet e sigurisë. Kushtet e sigurisë nuk i krijon personi që është në hyrje, ja krijon institucionit personit i cili është në hyrje të kryejë detyrën e tij. Në rast se ty makineria nuk të punon, ai nuk do të vendosi në syrin e vet skanerin që duhet të kishte vendosur shteti vet për të mbrojtur vetë sistemin e drejtësisë. Pra, duhet të kishte vendosur pushteti ekzekutiv, që është gardiani, edhe thosha investitori për të dhënë pagesën dhe për të thënë tek institucionet e drejtësisë që unë ju garantoj juve çfarë doni, hapni gojën dhe unë ju jap gjithçka. Pra, nuk mund të akuzojnë. Spaku nga pjesa tjetër e prokurorive dhe gjykatave ka një diferencë shumë të madhe, janë mjaft shkëputura nga kjo që ju thatë. Po sepse spaku ishte ajo pikërisht që ne kemi thënë vazhdimisht, ju keni rritur kaq shumë nivelin e spakut, edhe keni lënë në mëshirë të fatit gjyqtarët e zakonshëm edhe prokurorët e zakonshëm. Ky është faji i sistemit drejtësisë, ose më mirë faji i reformës së famshme të drejtësisë. Fjalia gabime që mund të ketë reforma në drejtësi që thoshte Yuri Kim, sot ju pasua kalas, nesër dikujt tjetër të pafajshëm.
por përsëri një jurikim të vjen të thot gabime pas ka drejtësia, por pas ka edhe reforma. Por nuk pas ka si pas jurikim kadastra, Këshilli i Ministrave, kryeministri, nuk kanë gabime këto. Të janë të pafalshëm, të janë person që të cilët janë të pagabushëm. Opozita si pas jurikim ka gabime, patjetër media ka gabime, patjetër gjithçka ka gabime, po përveç kryeministrit të vendit dhe Këshillit të Ministrave të Partisë Socialiste. Të gjithë të tjerët kanë gabime. Pra, e kupton në cilën situatë jemi? Mos e çoni diskutimin tek siguria, edhe si kur të kishte siguri ekstreme, personi që ka marrë vendimarrje për të vrarë, për të bërë gjëmë, e ka marrë, nuk e ndalon dot në rast se ti nuk ke vigjilencën e duhur të parandalosh, dhe përveç kësaj, dikush i infiltruar të asaj ngjarje, sepse e them ngjarje, se